Tjetër, edhe fyria që nuk është futur në... Nuk është aq absurde, ka shpjegim ajo. As sqarohet përfundimisht mos dënimi i gazetarëve për raportimet që bëjnë në mediat përkatëse, qofshin portale, qofshin... Ska më penale, është vetëm civile, më kaq mbaroj. Ska më penale. Ska më penale, është vetëm civile dhe është një ligj i tmerrshëm që e shkatron median komplet. Po patjetër më. Për këta që abuzojnë, që shpifin, që vënë gjoba, që bëjnë çfarë? Dëmton median më, ç'është kjo histori e para herë ta duan të bëjnë regjistra. Po pse më? Me regjistër unë raportin e kam me ata që më ndjekin më. Ç'pun kam mund se bën regjistra një deputet atje dhe thotë ky është, ky s'është. Unë kam raport me njerëzit. Sepse kjo ka ardhur... Se ka nevojë ta kuptojmë pak, ja një minutë, ta kuptojmë pak. Po kjo ka ardhur nga që portale të ndryshme kanë bërë shkrime dhe kanë kërkuar ato që kanë bërë se kanë gjetur. Ne jemi vetëm vend që kemi më shumë portale se sa njerëz në Shqipëri. Jo, janë më shumë se sa 1000 portale. Në mos gaboj Sander Çipa, duhet ma ketë thënë që janë mbi 2000 portale në Shqipëri. Këtu ka një gjë, ne kemi regjistruara nuk dihet se ku, një pjesë prej tyre. Në portalet tona me ligj na është detyruar që të vendosim NIPT-in aty. NIPT-in. Po. Dhe jemi ata që janë me domenin .al. Po. Qofse e ke .net, .com e kështu me radhë, drejt që gjë nuk ka ku je. Është kaq e thjeshtë. Pikërisht për këtë arsye bëhet regjistrimi. Nuk e identifikon dot më. Ai e ka emrin rrethi .ai. Gjeje ti ku është ai, hedh gjithë ditën kontent shqip. Nuk e gjet dot më, nuk e gjet dot. Ka teknologji sot në Tiranë dhe ku duash ti, që e bën të pagjurmueshëm ku është IP-ja që po hidhen materialet. E pagjurmueshme. Prandaj është muhabet kot. Nuk e zgjidh thua ti ky regjistrim? Jo, më zotri. Oland. Ky neni dëmton. Na dëmton neve si gazetar apo jo? A di pse se kam shkurt to vise dhe kaloj. Jo, s'ka problem. E di pse them që mua më dëmton. Dhe nuk dua të jem te regjistri fare. Ne raportin e kemi me të vërtetën dhe me njerëz. Dhe kjo historia tani që dekriminalizohet është kështu, Erla. Në qoftë se ai që më kërcënon mua, Landin, Visin, ty, ose na kërcënon me mesazh, ose na prek me dorë, dënohet nga 1 deri në 3 dhe nga 3 deri në 6, vite burg, s'ka gjob. Së është dhe kjo pjesa tjetër. Pra ata që na kërcënojnë neve, 1 deri në 3 kërcënimi, dhe prekja me dorë, goditja e për shkak 3 deri në 6 vjet. Shumë mirë. Dhe kjo është shumë mirë. Dakor. Faleminderit që më mbroni. Se po mbroni të vërtetën, që unë të mos kërcënohem te shtëpia dhe të kem mundësi të vi ta them të vërtetën time këtu. Po mirë. Po ai që bie pre e fyrjes, e shpifjes time si gazetar, nuk duhet që unë të marrë të njëjtën gjë siç merr ai që më kërcënoi mua? Jo, patjetër. Pra, m'fal, jemi gjithë barabartë para ligjit. Pse kur mua më kërcënon një qytetar ose kushdo, ai dënohet me burg, ndërsa nëse unë shpif dhe i shkatroj jetën Visi Ljazajt, unë nuk dënohem se unë jam gazetar, pse jemi rrath superiore ne? Jo, Flogert, parimisht i ke drejt për ato raste që ti mendon se i ke trajtuar apo të ka ndodhur. Por ajo që është bërë këtu lidhet me politikën. Nuk lidhet me rastin e asaj që thuat ti qytetar. Dal dhe aty, ata kanë dashur. Tu po themi për politikën. Ata kanë dashur të dekriminalizojnë shpifjen për gjithë, për të përfshirë dhe veten janë historira. Unë po them raport me ne. Për gazetarët. Po raport me ne gazetarët. Unë them e dëmton besueshmërinë e medias ligji që thotë dekriminalizojmë shpifjen. Çfarë është dekriminalizimi i shpifjes? Është motivim.